Unë nuk e di që kanë matë, ama duhet me i theksu 2 ose 3 çështje. Diku 600 km rrugë i kemë ndërtu, në qytet edhe në fshat. Mesatarja e investimeve kapitale tash në vit në komunën e Gjakovës është diku 15 milion euro, edhe e bën komunën e tretë në Kosovë me vëllimin e investimeve kapitale, mas Prishtinës edhe Prizrenit. Në të njëjtën kohë, gjithmonë buxheti përfundimtar është më i madh se ai fillestar, dhe duhet veç pak me shpjegu këtë çështje. Na votojmë buxhetin në shtator, zakonisht buxhetin komunal për vitin pasues. Mirë po të hyrat komunale gjithmonë, të paktën derisa qeverisë janë më të mëdha se planifikimi që vjen prej Ministrisë Financave. Edhe si vjet veç kem dalë në buxhet suplementar, që do të thotë para 2 jave është përmbush kuota buxhetore të cilën e ka paracaktuar Ministria e Financave për këtë vit, vitin e kaluar, edhe veç jemi në tejkalim buxhetor, që do të thotë planifikimi ynë prej 15 milionëve, patjetër që rritet të paktën edhe për 1 milion vitin tjetër, për shkak se këto të hyrave tanake bartën vitin tjetër. Duhet me shpjegu po ashtu që ka shumë projekte të cilat janë në vazhdimsi, që do të thotë ka projekte të cilat fizikisht nuk mund të kryhen brenda 1 viti, edhe ne e shpërndajmë buxhetin në 2 vite. Ka raste që e shpërndajmë edhe në 3 vite, po ajo është vetëm siguresë por mos me na shku mjetën në suficit. Do thotë Gjakova e ka vendosur një model të buxhetimit për me arrit shpenzueshmërinë buxhetore në kapitale, kryesisht se tjerat janë standarde, në mënyrë që me mri për çdo vit kur e votojmë kabin në qershor, kur nisën afatmesme buxhetore, me i rirregullu shifrat në mënyrë që përqindja e shpenzueshmërisë me e kalu 90% që e kalon pothuajse për çdo vit, në fakt për çdo vit, nuk kemi ra kur përfundi. Edhe që është ndër më të mirat. Sa i përket infrastrukturës rrugore, unë nuk e di që kanë matë, ama duhet me i theksu 2 ose 3 çështje. Komuna e Gjakovës e ka numrin më të madh të fshatrave në Kosovë, edhe territorin më të hap të banuar. Diku 600 km rrugë i kemë ndërtu, në qytet edhe në fshat. Gjatë kohës sa unë po qeverisi, në fshat nuk i kemi as 2% rrugëve të papërfundume, në qytet janë 4 rrugë që duhen me u ribo edhe me dalë në qytetin e ri. Përndryshe infrastruktura rrugore pothuajse po përfundon.